Rritja e çmimeve të karburanteve po shoqërohet me ndryshime të vazhdueshme edhe në pikat e tregëtimit në qarkun e Gjirokastrës. Aktualisht 1 litër naftë tregëtohet me 199 lek, ndërsa benzina ka arritur 195 lek për litër. Ndërkohë, gazi vion të shitet me 64 lek për litër, duke shënuar gjithashtu rritje krahasuar me periudhat e mëparshme. Kjo situatë është ndjerë drejt për drejt nga qytetarët, të cilët shprehen se çmimet e larta të karburanteve po ndikojnë jo vetëm në buxhetin e përditshëm, por edhe në rritjen e çmimeve të produkteve bazë ushqimore, duke e bërë jetesën më të vështirë për familjet. Së është gjemi normale, së është gjemi, po me këtë rritje e çmimit naftës, normale që do rritjen çmimet e tjera, buka, ujë, të tëra do ato të përditshme, ne e shikojmë në shportat tona. Është rritur shumë, e ndjejmë shumë. Për ditë nuk e di ka kontroll, s'ka kontroll rritjen. Shteti duhet të marrë masat për çdo gjë. Shumë të papërballueshme. Nuk përballohet. Po ndryshimi naftës që shikoni vetë juve, ka ndryshim shumë të madh. Tash si se ndjejmë? Të gjithë e ndjejmë, si nuk e ndjejmë. Sa e përballueshme është? Po nuk është fare e përballueshme. Në rritje të tëra, konsumatori jemi të tërë, të bëhet kontrollet e karburantit, të ushqimorja, të gjitha. Edhe cilësia mbi të gjitha. Është fatkeqësia më e madhe për neve, që kemi mjet, nuk qarkullojmë dot, si lëvizim dot. Nafta ka vajtur në stratosferë, është e pamundur. Situatat ju e shikoni kudo. Ne jemi pensionistë edhe duhet të vërë dorë qeveria. Po vëmëre, ngrit nafta, ngritën që të gjitha. Me ushqime, me plehrat pesticide, me të gjitha. Ndërkohë, autoritetet përgjegjëse bëjnë me dije se po ushtrojnë kontrolle në treg për të monitoruar situatën dhe për të shmangur abuzimet me çmimet. Sipas tyre, verifikimet do të vijojnë në terren me qëllim mbrojtjen e konsumatorëve dhe garantimin e një tregu të drejtë.